Mbi 50% e pacientëve të cilët janë paraqitur pranë qendrës shëndetësore në Lazarat të Gjirokanstrës rezultojnë diabetik. Të dhënat bëhen me dije në një prononcim nga mjekja Alessia Vela, i sipas saj diagnostikimi ka ardhur pas kryerjes së check-upit duke dalë në konkluzionin që banorët e Lazaratit vuajnë nga diabeti dhe yndyrnat e larta, shkasjellin më pas dhe sëmundjet kardiovaskulare tek ata. Kjo lidhet dhe me mënyrën e jetesës së popullatës, kryesisht në këtë zonë tashmë jetojnë vetëm mosha e tretë. Ata që i drejtojnë qendrës shëndetësore nuk kanë patur dieni që mund të jenë të sëmurë nga diabeti apo zemra, por e zbulojnë pas kryerjes së analizave. Kemi detektuar shumë pacientë që kanë qenë me diabet, që nuk e kanë ditur më përpara, por vetëm përmes check-upit e kemi zbuluar këtë gjë, por njëkohësisht edhe dislipidemit ose niveli i rritur i yndyrnave në gjak, shumë pacientë vuajnë nga kjo gjë, nuk e kanë ditur, por përmes check-upit ne kemi zbuluar herët e kemi parandaluar ato komplikacionet madhore të rritjes së yndyrnave në gjak, si sëmundjet e zemrës dhe të trurit. Dhe duke marrë mjekimin e duhur, me ndjekjen e duhur, njëkohësisht shoqëruar me dije dhe këshilla të tjera që unë i jap, kemi arritur të arrijmë rezultate shumë të mira për t'i ulur këto sëmundje që ne kemi detektuar përmes check-upit. I dërgjëjsojmë pacientët që të vinë për të kryer një pasqyrë, për të marrë një pasqyrë përgjithshme se si është gjendja e tyre shëndetësore, ndërkohë që ata kanë një besueshmëri shumë të lartë tek ne, tek unë si mjekët e stafi mjekësor, por njëkohësisht edhe tek check-upi në vetvete, sepse përmes tij kemi arritur të detektojmë shumë sëmundje. Përmes check-upit ne mund të bëjmë një analizë gjaku të thjeshtë, analiza biokimike ose të testojmë gjithashtu urinën si dhe praninë e gjakut për shembull në feqe. Dhe gjitha këto janë shumë elementë të rëndësishëm për të detektuar sëmundje si anemi ose një infeksion urinar, ose për të përjashtuar sëmundjet madhore si një kancer i zorës së trash, por njëkohësisht edhe për sëmundje që janë tipike dhe kryesisht kronike. Sipas të dhënave nga kjo qendër ka një interes të moshuarve të Lazaratit të shkojnë pranë kësaj të fundit apo të ndjekin udhëzimet nga mjekët përkatës me qëllim kurimin dhe shmangjen e problemeve më të rënda shëndetësore që lidhen me diabetin, zemrën dhe sëmundje të tjera. Dikur një nga fshatrat më të populluar me mbi 700.000 banor, sot gjenden vetëm 20% e popullsisë dhe këta janë moshë e tretë.